Policia e Shkodrës ka nisur procedimin penal pa autor pasi gjatë një kontrolli të ushtruar nga shërbimet e policisë për asgjësimin e bimëve narkotike, është bërë asgjësimi e 3468 rrënjve kanabis sativa, të mbjella në 19 parcela tokë pa pronar, pikërisht në vendet e quajtura Mali i Prë i Poligonit, në Laç Valldes, ku janë konstatuar 2 parcela të mbjella me kanabis sativa, me gjithsej 297 rrënj, në fshatin Ben të komunës Shllak, 16 parcela të mbjella me kanabis sativa, gjithsej 3006 rrënj. Në pyllën Ndërm Luma, në komunën i Ballë të Pukës, në parcel të mbjellur me kanabis sativa, janë asgjësuar gjithsej 165 rrënj kanabis sativa. Nga ana e policisë, është bërë asgjësimi i tyre dhe po punohet për identifikimin dhe ndalimin e autorëve. Ndërkohë që po gjatë datës 5 gusht 2014, Policia e Shkodrës ka bërë të mundur ndalimin e shtetasit Mark Maçi, 57 vjeç, banues në fshatin Qast, komunës Velipoj. Ndalimi i këtij shtetasi është bërë pasi ka qenë person i shpallur në kërkim për veprën penale të kultivimit të bimëve narkotike.